Dhimbja, energjia përtëritëse e shpirtit. Askush nuk mund të imagjinojë të jetojë një ekzistencë pa dhimbje. Mjafton të hedhim një vështrim të shpejtë të shkuarit son, qoftë edhe asaj të afërt, për të kuptuar se jeta e çdo njeriu nuk është të përjashtuar prej saj. Secilit prej nesh që në një mënyrë pak a shumë serioze i është dashur të përballet me atë ndjenjë rrënuese që duket se na glabëron si një lum me balt që pushton dhe nënshtron gjithçka. Dhimbja zbret me dhunë dëshirën për të vazhduar të jetojmë dhe na hedh në një dhomë të errët pa dritë, ku nuk mund të perceptojmë as frymëmarrjet tona. Është një pengesë që shpërthen me dhunë dhe kur vjen, shpesh pas një paralajmërim, fillimisht nuk na duket se po na ndodh. Ndihet si spektator i jetës së një personi i një tjetër ju. Ju mendoni se së shpejti dikush do të vijë dhe do t'ju thotë se ishte thjesht një makt, por kjo nuk ndodh. Dhe me vetdijen se përkundrazi ti je protagonist i asaj tragjedie, fillon një proces i asgjësimit të ëndrave që kanë shoqëruar jetën tënde deri në atë moment. Çdo siguri zhduket dhe në pak qaste zbulon pa mëshirë pas sigurinë e bindjeve tona, dhe ju mendoni se nuk jeni në gjendje që ta mbani atë barë të rëndë. Ajo që deri dje dukej e rëndësishme pushon të ketë të njëjtën kuptim kur dhimbja shpërthen në jetën tuaj. E madhe apo e vogël, dhimbja ndryshon jetën e një personi përgjithmonë, por kjo nuk ndodh menjëherë. Një dhimbje e madhe mund të shkatërrojë siguritë më të hekurta të një qenie njerëzore, edhe në atë më të fortën dhe më të kaliturën. Në një zi me përmasa gjigande, britma e brendshme e pandalshme rëndon si një shkëmb, një kërcim në zbrastësi. Ajo ngre pyetje të dhimbshme dhe të dhunshme. Ju nuk mund të kuptoni arsyen e vuajtjes në një botë ku tenton të ikni nga dhimbja. Ne urrejmë botën dhe madje të lindurit na duket e pakuptimt dhe jeta një iluzion. Megjithatë, ne dim se jeta përfshin gjithashtu një trashëgimi dhimbje që vjen dhe vjen pa ndalim gjatë gjithë jetës sonë. Duket paradoksale të thuhet se është pikërisht përballja me atë shqetësim të tmerrshëm që ne mund të gjejmë një lidhje të shtysës tonë jetësore. Dhimbja mund të na bëjë të zbulojmë se sa forcë e panjohur edhe për veten tonë është brenda nesh. Dhe megjithatë, plagët e shkaktuar nga dhimbja e thellë do të jenë gjithmonë të pranishme në çdo moment të jetës sonë. Në momentet që ne pushojmë së shkatëruarit të gjitha burimet tona për të refuzuar veten, rilindja mund të fillojë dhe ndryshon. Për keq ose për mirë, por ndryshon. Në fundit, vetjeta është një transformim i vazhdueshëm. Edhe vetë natyra, ajo që na mëson këtë, vetë arti arrin ta sublimojë dhimbjen. Dhe nëse pas një dhimbje të madhe njeriu nuk është më i njëjti person si dje, ai kthehet në lojën misterioze dhe shpesh mizore të jetës. Por çfarë përcjellin mendjet brillante për dhimbjen? Charles Baudelaire thotë se unë nuk mund të konceptoj një lloj bukurie që nuk ka dhimbje në të. Aty ku është dhimbja, atje edhe është i shenjtë, do të shtonte Oscar Wilde. Ndërsa për Senecën, dhimbjet e lehta të lejojnë të flasësh, dhimbjet e mëdha të bëjnë të heshtësh. Khalil Gibran është i mendimit se sa më thellë të gërmoj brenda teje dhimbja, aq më shumë gëzim mund të nxjerrë në sipërfaqe ajo.